things come with ease. Don't resist. Thoughts and words hold power to make life. You will always win if you keep your peace. Breathe in, breathe out. Just relax. Good with flow. Breathe in. Në shtëpi, edhe Andin e gjeta në shtëpi tash. Nuk ndodh shpesh që unë dal edhe Andi vjen nga shtëpia dhe unë jam duke dal xhiro me shoqet e mia. Por këto kohët e fundit po më shijon shumë si që jesh zoni shumë, nuk e keni idenë. Edhe sot kisha veshur këmishën, që sa e bukur që është. Edhe shoqja më tha të ndrim fytyra, sa bukur dukesh. Më shkon? Me vërtet më rri shumë bukur si ngjyrë. Dhe mora masa L dhe pse doja XL? Por lëja më rri më bukur, nuk e ti pse më është ngulur te koka ime që unë jam XL dhe çdo gjë e marr super oversize. Edhe nuk më rri ashtu siç duhet. Këmisha është na hep, unë do ta le të shkruaj këtu do ju lë edhe në description, po me vërtet janë material super se i ke hoqa jeanset, super cilësor. Edhe kanë një çmim fantastik, dhe detajet i kanë yll me të bardhë, të krahët. Shikoni edhe detajen këtu, sa të bukur të qëndisur. Janë me vërtet fantastike, material pambuk të bëra në Shqipëri, ka gjë më të veçantë se të reklamosh produkt shqiptar për sotin, s'ka gjë më të bukur. Unë zgjodha këtë ngjyrën, që edhe bluja më shkon shumë. Shqivet? Dhe kjo ngjyra më shkon zakonisht shumë. Paketimi është shumë i bukur. Andi ma ka pak qesën ta tregoj, vjen me qesë dhe me karton. Ka shumë lezet edhe për dhurata, sidomos për persona që punojnë në zyrë, një dhuratë e tillë kështu. Qofse doni na njerë, edhe për mua na një shok. Se kështu e, jam më përuar unë dhe i shokun. Por tamam, duhet më vinë njerëz për qok mua? Ja të erdhën 2. Po, 2 këto. Po mirë, kjo bëri, shoqja ime bëri qokën e saj, ti. Unë se njerëzit e tjerë, duhet më vinë për qok mua? Me edhe një 3 unë. Edhe kështu. Pastaj dola me këtë shoqen, vajtëm provuam një vend të ri që është hapur në Dortmund që bën matcha, pim strawberry matcha, shumë e mirë. Në fund kam gjetë një shoqe që mos e torturoj me Andin, që ka qef të gjajt që kam qef unë në maksimum. Kemi qef fermat, kemi strawberry matcha, keni parasysh? Më ka shpëtu. Ka shpëtu, duhet i blish një dhuratë shoqes time, vetëm që të ka shpëtu mos të bësh këto gjërat që ti nuk do. Morëm kështu. Tani, kjo jap një truk. Kur shikoni këto vezët kështu, këto në përgjithësi janë më të lira se vezët e tjera, sepse janë masa S. Edhe kjo këtu brenda ka gati 30 vezë. Edhe bën 4,5 €. Ajo që është masë e madhe, kokra madhe, edhe ka vetëm 10 copa e bën 4 €. Sepse ato janë më të bukura, janë kështu, keni parasysh janë lëja ato. Kurse këto që shisa shumë ka. Do bëjnë 4,5 €, po shifeni. Edhe pak të lën një nga një poshtë. Shumë se kështu i derdhi Andirën e fundit, ja. Ka gjithë këto vezë. Edhe unë marrë këto. Jam mësova që shoqes time sot. Edhe morëm vezë, morëm shumësh, pastaj vajtëm te një supermarket italian. Unë mora këto. Edhe një ricotta me pas ka marrë me arra. Mendova se i kisha marrë me tartuf, por e pas ka marrë me arra. Shumë në. Ka pas kam kënaqur, na po vojan se mund ta hash kështu. Sa lezetshme, sa herë mirë vin ka. Është si salcë. Mendova se kisha marrë ricotta me tartuf, ose ndoshta ka pas aty te rafti dhe unë mora tjetrën dhe nuk i kushtova shumë rëndësi dhe që shikostoja, ka marrë ricotta me tartuf, po pas ka marrë. Që ke gabute se pra gabojnë. Po, ta thash unë, nuk më bëri mirë. Edhe kështu kënaqja sot Andi, pastaj do haj buk edhe do ju tregoj dhe Andi dhuratën e vet. Kjo kafja do ua lën linkun poshtë dhe do më falenderoni. Ishte më e mirë. Kur hapet kjo më duket vetja si te tregu ushqimor me ato dyqanet e kafeve. Të që mbushën kafe. Po, që bluajnë kafe, ju mbushën. Në sa copë kishte, man? 22 copë. Hajde. Se i sistemoj. Si që ato omër bu, 20 copë i futa kërita. Mirë ka. Ashtë të gure dhe rallë, tani. Pate. Luaj këtë vit e kanë liru dorë me financantin me ty. Po ja. I pam
Ku diu? I pa në të grup? I pati në dyqan i blem online. Po. Shive. Ja, super cool, gruaja tha të rinë shumë mirë, edhe gruaja është unë kur blej gjona, kur në botë nuk e lidh faktin që Qa kam? kam unë atë. Edhe këto shkojnë me atë fix bashkë me bluzën që kam blej atje. Në botë nuk e lidh, për shembull, e shoh këtë, veç e shoh, e marr e blej, me qa bon, me qa lidhet këtu, me qa shkon, me qa rrin mirë, kur një gruaja, sa herë blen e gjo për mu. Të rrin këto mirë me ato pantalona që ke bler atje, të rri kjo mirë me atë që ke bler atje. është pa pame. Por këto kam blej, ja shumë. Jo, si ke ble? Ti fjet e gjumë. Po, E shi vetëm ajo që ti s'ke thënë ma bli ma bel, ti fjet e o gjumë. zot, gabova, ky që gabim. Fatal ishte, sepse nuk i kam blej. Unë që të flej gjumë si zotni, gruaja ishte porosit. Edhe ato erdhën sot. Edhe unë nuk pata mundësin që t'ja tregoj kur erdhi se isha jashtë. Po. Edhe ndihem shumë e lumtur edhe i thash Andi në mëngjes. Jo në mëngjes atë ditë po flinte vajta i preva dhe zgjova në gjumë i thaj Andi ti porosite atlet. Në vërtet janë shumë bukura dhe Shisa janë nuk verore. të më ka tregu 20 herë. Po, në vërtet janë verore dhe janë shumë bukura. Dhe i vesh normal kështu. Kam me çaj vesh sepse gruaja që i bleu i ka blej Me plan. me plan ç'a do vesh shumë kur të vesh to. Përveç asaj. Që do thoja e arrova? Për zotë. E, jam plakur Andi. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. E shumë të bardha, jemi të komfortor. To figure themselves out, but I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow. I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up. 'Cause without you, Është që vogël fare, mendoj se tash do ketë lindur. Jemi fikse ajo shpreja erdhi pranvera me një lule. Ka qenë diell këtë javë dhe menduam se ishim bërë lule shtrydhet për të mbledhur, të mblidhim tokat e gjermanëve. Edhe erdhëm tek ferma, ne vim te Hofmert, quhet në Dortmund, është kjo këtu. Edhe tham, Grevel është pas. po në Grevel. Edhe tham që të vinim t'i mbledhnim, mendova se ishte hapur sot si di ishte feste, por jo tha, ajo do akoma shumë kohë tha në muaj tjetër, në fundi muajit ose fillimi i qershorit. Por lule shtrydhe për të bler kishte. Ne morëm një pako, morëm një gjalp, morëm një djath, një kek me lule shtrydhe dhe ishte perfekt. Po. Ka trakto edhe çmimet perfekte kanë. Lule shtrydhe kishte kilen 13 euro. Se pa. Vetëm i pangova. Po, bën 20 euro këto. Ne bëm një xhiro se këta kanë lama, kishin lindur një kështu, një kal i vogël, o zot, akoma si kishte rënë kërthiza, aq i vogël ishte. S'kisha pa kurrë. Edhe duken që janë kuaj të Edhe i mëdhenj. marrë komod shësi, e pasi si i majnë ato sigur, nuk i kanë të vetat, i majnë shësi 4 orë si. Po, si të hapura kështu. Kështu, ja kështu rrinte. Edhe shumë i bukur ishte. E keni parë ju? Po, edhe ishte shumë i dashur. Sa e të rrise ishte shumë kurioz, vinte direkt të shikonte të bënte. Tash po ikim, do ikim të bëjmë një Käse night. I kam unë qelësat. Edhe do ikim të bëjmë një piknik. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. Bëj një haul, qa kemi marrë? Reçel, ulli. Djathë që e blenë tek Hofmert. Djathë e ka ble gruaj që Po ngri qik më lartë, se shofin Po, atë sorry. të. Salam bio që hajnë për mu. Djathë që e ka ble që dje gruja. Blenë lule shtrydhe.
Kena bërë një, kjo është ajo sallamet e grus me tartufo me gjona kështu. Edhe këtë e kemi ble gjithmonë, nuk e di që ato djatrat. Unë linë po i tregum. Vite bojte për mu kështu t'i kemi. Kena ble, nuk e ka ble këtë për vete. Jo, është edhe për ty. Këtë ka ble për mu, pse edhe kjo është pa alkohol. Pa alkohol, po. Okej, këto dyja kështu. Kena ble dhe këto si sneket vogla. Crackers. Po, Që të shoqëroj me këtu. Edhe rush. Këto janë, kemi edhe një paketu që e kemi pjetë në shtëpi. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. E konsumuam edhe drekën e një majt, se sot është një maj, ne harruam fare, është dita punëtorit. Kur punojmë të Gëzuar kërë. gëzuar bune. Gëzuar dhe jo. Gëzuar dhe ju të tjerëve që Edhe ata që s'punojnë. Gëzojnë ata më se qa ka? gëzoni për ne që punojmë. Ku ka më mirë? Pa më. Feston, ju ata që s'punojnë duhet të festojnë më shumë se ata që punojnë. Po normalisht s'ke pa ti, kemi punu ne. Kemi pagu taksat edhe për juve, mos e vrisni mendjen. Sot neve nuk vendosëm, donim të iknim në Holland, por akoma s'jam aty ku duhet dhe se përballoj dot një rrugë aq të gjatë, që kështu vendosëm që të vinim deri në Bochum. Edhe bosh një piknik të vogël. Po, një kezenajt i thot Andja. Po. Kezenajt edhe pse është drek, edhe pse është mëngjes, quhet kezenajt quhet. Ashtu e quajmë. Një dark djathi për kthehet. Si fjalë. Edhe u kënaqem me thënë të drejtën, kisha marrë gjithë ato lloje djathrash. Edhe e kaluam shumë bukur. Ai vendi aty është shumë i bukur, ndodhet në Bochum. Edhe afër nesh ishte, e ishte shumë çuditshëm se ishte po qielli dhe përveç asaj unë nuk i kam kapur dot në kamerë, se ishin shumë larg, ishin si ato sorrat që janë. Ç'a janë ato? Kanë për filma horror që hajnë mishin e kështu. Po, si ato kështu. Si ato që janë të mëdhaja dhe me qafën e pa qime. Rjepme, qafë më rjepme. Qafë rjepme tamam. Tashi po ikim avash avash në shtëpi. Edhe më jam për kështu me rozë, bukur. Kjo xhaketa që mora te HM-ja dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po burri s'po ma pëlqen. Më tha që është shumë sezonale, më tha. S'marr shumë vesh, po nuk e thash. Shumë vesh, po. Fjalën e thash, thot. Edhe kam edhe shallin, edhe këtë mora te HM-ja, edhe më pëlqen vetja. Si vjen zotëria. Zonja. Zonja nga qyteti. Zonja nga qyteti. Edhe pse realiteti është, unë jam në fshat e ti në qyteti. Qa kere si mërë? Fiqi kuj se ftisa. U kënaqem, ishte me vërtet shumë bukur. Tregoj qik dështimin tatë. Si të shje pash, na. Tregoj dy Se dhe unë e la. Shive. E ka ble dje, nuk e tja duken, myk. E ka ble dje, se prejmë shamu kuj gësytë, dje ka ble. Unë jam me raport. Fajnë e ka Alti që e shiste, nuk e kam unë. Po, Alti pra punë ka. Unë nuk e pash atë që e ishte e prishur, se ka fajnë asë Alti as unë. Fajnë e kam unë. Unë më dalë që isha punë. Ti ki që dalë për qefë, për dark. Andi këtë dalë për dark. Erdhëm po më qefi qiku knaqë me grunësat. Nuk e kthej as do të Alti, se jam aq shumë e zgjuar sa nuk i marrë faturat. Si marrën gati në vërtet të dy. Edhe nuk e kthej dot. Fatikisht ta provoj mirë. Nuk dhe i shpi. Shkëmëroj. I shpi du më toj. Unë s'kam as një faturë. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. Të bëjmë edhe darkën, edhe bukën për me vete për Antin. Anti është ai personi që merr gjithmonë bukë me vete, edhe unë jam ai personi që i bëj gjithmonë bukë me vete Antit, po kur nuk e ndaj as me juve. Edhe shumë njerëz më pyesin ndonjëherë që ç'a merr Anti ose ku ta di unë. Anti merr çdo gjë me vete, vetëm gjellërat nuk i ka shumë qef. Edhe pse për gjellën e kemi ble një termos të litri për ushqimin, është shumë fantastik. Ora një pako, por është deri pas nesër, do të them nuk bleva dje sot, nesër. S'ka don që kështu, pas nesër me datë 3. Që kështu do ta gatuaj të gjithin që ta skuq me qep,
gjysmën do ta bëj me salcë, gjysmën do ta vë të gatuar, ose do ta bëj të gjithën me salcë, do ta vë gjysmën e salcës bolognese në ngrirje. Kështu do e bëj që, sepse është 1 kilogram, që është goxha shumë. Edhe ta gatuajmë, apo që nga 1 kilogram që janë 800 gram. Edhe ta kem, ndoshta për një herë tjetër që s'kam kohë të gatuaj, e kam bolognesen në kështu në ngrirje, e bëj ndonjëherë. Ja për shembull Andi nesër do marrim makarona me salcë dhe me djathë grana padana sipër. Super drek. Unë me kaq po e mbyll këtë video sepse dua që t'i kthem rutinës time. Unë me shëndet jam shumë më mirë. Tashi pres përgjigjen e biopsisë si ka shkuar nga ginekologja, nëse është hequr e gjitha ajo gjëja që ishte me qeliza në normale, apo çfarë do bëhet. Takimin tjetër e kam të mërkurën, si ju kam thënë. Po shumë me shëndet nuk kam më siklete, pak fare, por jo në një gjë drastike. Po vem në vete, që kështu të bëjmë darkën për burin, të shohim ferma VIP, edhe të kaloni dhe juve një javë sa më të bukur. Ne me vërtet u kënaqem shumë, këto ditë kemi pasur kohë shumë të mirë, javën tjetër koha do jetë e vrenjtur, që kështu nuk e dim. Por ju shumë faleminderit që më ndiqni dhe jeni pjesë e YouTube-it dhe një herë dua t'ju falenderoj për të gjitha mesazhet në Instagram, në YouTube, në TikTok më keni shkruar, kam nisur të hedh një video në TikTok, nuk po pëlqen ai platformë, shumë e vështirë, shumë e egër, komentet janë shumë wow, nuk e di si kur njeriu hap aty çdo ligësi të jetës së tij mund ta shpreh aty lirisht, nuk e di pse vetëm aty, por shumë faleminderit të gjithë njerëzve që më keni shkruar dhe paçi shëndet dhe kujdesuni për veten. Ciao! Edhe gëzuar një majnë se më duket se kam harruar që t'ua them, apo a thash, që kështu, ciao!